Sot, po festojmë një nga arritjet më të mëdha për sigurinë e vendit dhe integrimin e plot në komunitetin euroatlantik. Teksa shohim me krenari arritjet tona gjatë rrugtimit konstant për krah aleatëve tanë natyral, gjejmë dhe një moment për të reflektuar ndaj sfidave aktuale të sigurisë. Sulmet e përgjakshme terroriste brenda kufive NATO, në Paris, Ankara dhe në Bruksel, apo jashtë kufive të saj, si ato ditëve të fundit në Pakistan, kanë treguar se duhet të adresojmë sa më parë atë që po ndodh në kufit jugor të aleancës. Ndërkaq, rajoni në cilin jetojmë është krejtësisht i përfshirë në vorbullat e pasigurisë që po krijohen në lindje dhe në jug. Valët e refugjatëve që po vinë drejt Europës forcojnë nevojën për të gjetur një zgjidhje që prek rrënjët e problemit dhe jo vetëm pasojat e tij. Nga ana tjetër, Shqipëria ka treguar se është e aftë të luajë një rol të rëndësishëm në gjirin e familjes euroatlantike, edhe fal një tolerancë të admirueshme fetare, bashkëtesës shekullore midis muslimanëve, ortodoksëve dhe katolikëve. Ne, thënë modestisht, kemi ditur dhe dim si të kontribojmë edhe në këto ditë të çoroditura për njerëzimin. Shqipëria dhe NATO kanë nevojë për njëra tjetrën, për të mbrojtur vlerat tona, për të ruajtur integritetin e vendeve tona, për siguruar paqen në Europë dhe në botë, për të mbrojtur të ardhmen tonë.